Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama mbledh bizneset dhe usqeron përfitimet nga paketa fiskale, vetë korrigjimi i bilanceve do të bëhet me tatim vetëm 5%. Sekretariati i Etikës i Kuvendit përjashton për një muaj 6 deputet të Partisë Demokratike shkak aktet e dhunës në seancën e fundit parlamentare. Arrestohen 4 protestues të opozitës, hodhën molotov ndaj policisë duke plagosur 2 efektiv, disa të tjerë procedohen penalisht në gjendje të lirë. Njemi qërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Paqja fiskale sipas kryeministrit Rama është një nismë që lehtëson qindra biznese në Shqipëri. Ai tha se vetë korrigjimi i bilanceve do të bëhet me tatim fitimi prej vetëm 5%. Pak ditë para hyrjes në fuqi të paqes fiskale, kryeministri Edi Rama dialogoi me bizneset për të sqaruar për ta përfitimet që do të kenë nga kjo nismë. Mes tyre është rishikimi i pasqyrave financiare, duke paguar një tatim më të ulët për fitimin. Ky rishikim jep mundësi sipërmarrjeve të vetë korrigjohen, duke ribër deklarimet e viteve të shkuara, duke pasur si motivim, si incentiv, një tatim shumë më të ulët mbi fitimin se sa tatimi që paguani rregullisht. Pra për çdo pasqyrë të korrigjuar, fitimi tatohet vetëm 5%. Akuzave se paqja fiskale është një maskim për amnistin fiskale, që qeveria u përpoq të bënte më herët, Rama ju përgjigj. Dallimi është shumë i thjeshtë dhe shumë i qartë. Këtu bëhet paqe me të gjithë ata të cilët nuk janë në konflikt aktualisht me ligjin në Republikën e Shqipërisë. Pra, nuk janë në procese penale të hapura, nuk janë në procese gjyqësore të hapura, të cilat afektojnë legitimitetin e të ardhurave. Kaq e thjeshtë është. Dhe për gjithë pjesën tjetër është siç tani më shkruhet në ligjin e miratuar. Gjatë dëgjesës, agjentë të pasurive të patundshme kërkuan që të ulet norma e tatimit 15% për transaksionet që kryhen në këtë sektor, por Ministria e Financave deklaroi se për momentin nuk është planifikuar një ndërhyrje e tillë. Sekretariati i Etikës në Kuvend përjashtoi për një muaj 6 deputet të Partisë Demokratike për aktet e dhunës në seancën e kaluar, ndërsa 23 të tjerëve u është tërhequr vëmendja, por deputetët e PD-s thanë se nuk tremben nga ndoshkimet e mazhorancës. 6 deputet të Partisë Demokratike nuk do të mund të marrin pjesë për 30 ditë në sesionin e ri parlamentar, që pritet të nisë në janar. Sekretariati i Etikës shqyrtoi kërkesën e mazhorancës për të përjashtuar plot 29 ligjvënës të opozitës. Megjithatë, pas shqyrtimit të provave filmike, 23 prej tyre shpëtuan. Pas mbledhjes, ishte Ulsi Manja, i cili bëri me dije emrat që morën mas disiplinore. Ka qenë një seancë, le të themi, ku jo normale, me veprime të dhunshme, të përjashtohen për 30 ditë pune. Belind Këlliçi, Fidel Kreka, Albana Vokshi, Klevis Balliu, Flamur Noka dhe Elda Hoti, që kanë kryer veprime të dhunshme në seancën e datës 18. Ky vendim i Sekretariatit të Etikës u cilësua i pritshëm nga opozita. Në emër të Partisë Demokratike Flamur Noka, u shpreh se vendimi nuk do të respektohet. Kështu që për ne nuk ka shqetësim, por ne kemi detyrë t'ju themi shqiptarëve që kështu është. Ky është një realitet. Ky është një realitet. Dhe ne nuk ndalemi derisa ta zhbëjmë këtë realitet. Tu japim shqiptarëve një qeveri teknike, pa gysër, pa sueler, pa troplinër, pa xhabaftër. Deputetët e përjashtuar me vendim të Sekretariatit të Etikës nuk do të mund të marrin pjesë në seancat e ardhshme parlamentare dhe komisionet e Kuvendit, ndërsa deputetët që kanë marrë vetëm tërheqje të vëmendjes mund të përjashtohen në rast se krijojnë kaos.
Anëtarët demokratë të Këshillit të Mandateve u mblodhën pa praninë e socialistëve dhe kërkuan heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Sipas opozitës, shumica po pengon drejtësinë me urdhër të kryeministrit Rama. Opozita ka ngull për shqyrtimin e kërkesës SPAK për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndonse mazhoranca, më herët të shprehur se mbledhja e radhës e Këshillit të Mandateve do të zhvillohet pas 22 janarit. Edhe kolegët e mazhorancës që përfaqësojnë krimin në këtë kuvend sot janë fshehur. Nuk janë paraqitur në një mbledhje të vlefshme, të thirrur nga 5 anëtarët, edhe pse rregulloria e detyron kryetarin e kuvendit të njoftojë rendin e ditës pengimi i drejtësisë me urdhër politik të Edi Ramës. Është akti më i rëndë që ka kryer ky kuvend gjatë këtyre viteve demokraci. Nuk mundet që një kryeministër të urdhërojë kuvendin e Shqipërisë që të mos mbledh Këshillin e Mandateve. Në sallën ku ana e majt ishte bosh, 5 anëtarë demokrat akuzuan socialistët se po tentojnë që të zvarrisin çështjen. Cili do që kërkohet të arrestohet, kërkon ta zvarrisë çështjen. Nuk ekziston në një person në botë që dëshiron të shkojë me qef në burg. Dhe zonja Balluku sigurisht që ka interes për të zvarritur shqyrtimin e çështjes nga Këshilli dhe kuvendi. Bardhi paralajmëroi se opozita nuk do të dorëzohet, por do të kërkojnë sërish mbledhje të Këshillit të Rregullores mandati dhe imunitetit ditën e premte. Sali Berisha tha këtu të martë se protestat e opozitës nuk do të ndalen deri në rrëzimin e qeverisë Rama. Kreu Demokrat prezantoi edhe një libër që sipas tij përmban të gjitha shkeljet e kryera në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Një ditë pas protestës kombëtare, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë me gazetarët përsëriti se protestat do të vazhdojnë deri në largimin e qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Berisha theksoi se dosjet e SPAK-ut për zëvendës kryeministren Belinda Balluku e tenderat e Akshit treguan korrupsionin e qeverisjes socialiste. Ndaj tubimi 22 dhjetorit është vetëm fillimi i aksionit të opozitës. Edi Rama nuk do të heqë imunitetin Belinda Ballukut, Lubi Ballukut, sepse është vetë prapa të gjitha akteve që ka kryer Lubia. Edi Rama është i gatshëm dhe jaft të ndryshojë çdo ligj dhe çdo rregullore në mënyrë që të nxjerrë gjithçka jashtë përgjegjësisë ligjore. Dhe kjo do shënonte vdekjen e opozitës. Kjo do shënonte asgjësimin politik të saj. Ndaj dhe kjo betejë është ja të vdesim, ja të rrojmë për diri. Sot Berisha doli para gazetarëve së bashku me anëtarët e Task Force-s për zgjedhjet për të prezantuar shkeljet në procesin elektoral të 11 majit. Këto shkelje Partia Demokratike i ka përmbledhur në një libër i cili ka 1500 faqe. Kjo është enciklopedia e krimit elektoral. Dhe jo vetëm. Po, enciklopedia e krimit shtetëror. E vërteta. Ky libër do të dorëzohet faktorit ndërkombëtar për t'i sensibilizuar për problemet që kanë zgjedhjet në Shqipëri. E tashmë që sipas Berishës ka përfunduar detyra për faktimin e manipulimit të votës së shqiptarëve, opozita ka vetëm një rrugë: o do të largojë Edi Ramën, o do të shkrihet. Ose largon të qeveri nga pushteti dhe hap rrugën për qeveri teknike zgjedhje të tjera, ose këtu opozita është fiktive dhe tërësisht fiktive. Partia Demokratike nuk e ka njohur rezultatin e 11 majit pasi sipas saj ky proces ishte një farsë elektorale. Hedhja e flakadanëve dhe molotovëve drejt policisë u ka kushtuar prangat 4 protestuesve. 7 të tjerë, mes të cilëve sekretari organizativ i Partisë Demokratike Ervin Minarolli, janë proceduar penalisht për akte dhune gjatë tubimit të opozitës. Katër persona janë arrestuar dhe 7 të tjerë janë proceduar penalisht pas dhunës së ushtruar gjatë protestës kombëtare të zhvilluar mbrëmjen e djeshme nga Partia Demokratike në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Sipas policisë, gjatë protestës disa nga pjesëmarrësit hodhën lëndë djegëse molotov dhe kundërshtuan me dhunë punonjësit e policisë, që ishin të angazhuar për garantimin e rendit dhe sigurisë publike.
Si pasojë përplasjeve, 3 efektiv policie mbetën të dëmtuar dhe u dërguan për ndihmë mjekësore në spital, ndërsa ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në mes të proceduarve në gjendje të lirë është edhe një imitur 16 vjeç. Gjithashtu në hetim në gjendje të lirë është vendosur dhe sekretari organizativ i Partisë Demokratike Ervin Minarolli, i cili u procedua penalisht për mos respektim të detyrimeve ligjore për mbarvajtjen e tubimit. Kjo nuk është hera e parë që policia arreston protestues të opozitës për hedhje molotovësh apo kundërshtim të forcave të rendit, raste që ka ndodhur edhe në protestat përpara Bashkisë së Tiranës, por të gjithë më pas janë liruar nga gjykata. Një impiant i ri i prodhimit të çelikut do të ngrihet në zonën e ish metalurgjikut në Elbasan. Për këtë qëllim, kompania Kurum ka firmosur marrëveshjen e bashkëpunimit me Danieli Group. Kurum International Albania dhe Danieli Oficin Mekanike kanë firmosur kontratën për ndërtimin e impiantit të parë Mida Steel në Europë, një investim për 150 milion eurosh në zonën industriale të metalurgjikut në Elbasan. Ceremonia në nënshkrimit u zhvillua në Tiranë në prani të përfaqësuesve të institucioneve qendrore e vendore dhe partnerëve. Projekti konsiderohet strategjik për industrinë shqiptare dhe përputhet me politikat europiane për zhvillim të qëndrueshëm dhe dekarbonizim. Fabrika e re do të ndërtohet mbi teknologjinë Mida Steel Concept, e cila për herë të parë implementohet në Europë dhe garanton prodhim çeliku me emetime zero karboni dhe eficiencë të lartë energjetike. Kemi arritur të firmosim një partneritet strategjik, një kontratë e cila është shumë e rëndësishme që sjell një fabrikë totalisht të re nga fillimi çeliku në qytetin tonë të Elbasanit me një investim total për 150 milionë eurosh. Për herë të parë në Evropë sjell konceptin Mida të një produkti të gjelbër, një çelik i gjelbër, i cili do të na sjell me këtë partneritet do të na sjell një zhvillim të qëndrueshëm me rëndësi të veçantë në mjedisin drejt emitimeve zero të karbonit. Me realizimin e këtij projekti, Shqipëria pozicionohet drejt për drejt në tregun evropian të çelikut të gjelbër, duke rritur konkurrueshmërinë industriale dhe potencialin eksportues. Ky impiant implementohet për herë të parë në Europë. Teknologjia ul ndjeshëm konsumin e energjisë dhe emetimet e karbonit, duke garantuar standardet për certifikimin si çelik i gjelbër dhe zhvillim të qëndrueshëm për rajonin. Projekti vlerësohet edhe nga autoritetet vendore si një hap i rëndësishëm për transformimin industrial të Elbasanit. Bëhet shumë qefi që sot po flasim për një Green Steel, pra për një çelik të gjelbër, dilema që ne kemi pasur gjithmonë, që të kemi qytet industrial apo një qytet turistik, tashmë ne kemi zgjedhur duke pasur një industri të gjelbër dhe një turizëm të qëndrueshëm në Elbasan. Investimi parashikon kapacitet prodhimi vjetor afër 1 milion ton, hapje të vendeve të reja të punës dhe rikthim të eksporteve të çelikut shqiptar në tregjet europiane. Shoferët e linjave interurbane në Vlorë përplasën me policinë bashkiake, pasi tentuan të hyjnë me forcë në mbledhjen e Këshillit. Një ditë më parë ata ndërpren punën me arsyetimin se pushteti vendor nuk po ndalon konkurrencën e pandershme. Pas nisjes së protestës një ditë më parë, shoferët e autobusëve të linjës urbane në Vlorë kanë tentuar të hyjnë në mbledhjen e Këshillit bashkiak, duke kërkuar me ngulm një takim me kryetarin e Këshillit, por edhe vetë kryetaren e bashkisë. Konkurrenca, palishme dhe një terminal janë shqetësimet e tyre. Si pasojë nuk ka munguar edhe debatet mes shoferëve dhe efektive të policisë bashkiake. Kreu i shoqatës së linjave interurbane të Shqipërisë, Shpëtim Vrioni, ka theksuar se do të kërkojnë deri në fund plotësimin e kërkesave. Kemi Alemet Vlora, një qytet shumë i bukur në Shqipëri, mos ketë një terminal, vinë turistët e huaj, vinë nga gjithë bota, vinë, nuk e di çfarë them, mund duket absurde, Vlora ka terminal Kuçova, ka terminal Berati, ka terminal rrethet më të vogla, mos ketë Vlora një terminal, kjo është nuk e di, nuk e perceptoj dot, a kupton? Jemi shoqëria më e madhe në të Republikën e Shqipërisë, Interbus Vlora. Dhe kemi ardhur këtu që të bëjmë një takim me Këshillin Bashkiak për problemin e lëvizjes së terminalit, që kemi neve. Mirë po hasim një vështirësi që nuk duan të na presim. Ne do presim sa të mbaroj çështja e buxhetit, që kanë të ashtu dhe presim që të bëjmë takim. Ne do të realizojmë të takim me do e mos. Protesta nisi të hënën me ndërprerjen e shërbimit të linjave interurbane.
Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.